kanë edhe një retorik tjetër. E thonë, pse dy shtetet shqiptare do ketë në Ballkan? Kjo po i shqetëson edhe disa qarse tjera anti-shqiptare, sidomos në Maqedoninë e Veriut. Flas për iftarët serb në qeverinë e Maqedonisë. Pse duhet të ketë dy shtete shqiptare në Ballkan, edhe Kosova dhe Shqipëria? Kështu që është shumë e thjeshtë. Atë që nuk e do Serbia duhet ta pretendojmë, jo atë që do Serbia. Ne Serbia nuk na ka kushtuar nga të menduarit e thellë, nga filozofitë e thella, nga mendimi abstrakt i thellë i bazuar në logjik dhe na ka kushtuar për të, sepse ajo shpall qëndrimet e veta. Ti mjafton të zbatosh të kundërtën e saj. Kaq është historia, kaq është thelbi. Mirë, po faktikisht dhe fatkeqësisht kryeministri i Shqipërisë mbështet pikërisht projektet e Serbisë. Ministri tha që ne nuk kemi aleancë me Serbinë. Ministri Hoxha e tha këtë, nuk ja kërkoi njeri, sepse e ndoqa konferencën për shtyp. Ai e tha në fjalën që kishte përgatitur, ishte pjesë e fjalës, çka do të thotë që po përpiqet të mbulonte një realitet hidhur që ka ekzistuar dhe ekziston në Shqipëri. Po përpiqet të thoshte shqiptarëve që ne nuk jemi me Serbinë. Ne nuk i shërbejmë interesave të Serbisë. Po ama lobimin për nda Kosovën e ka bërë. Po përpiqet të thoshte shqiptarëve se unë jam patriot. Dhe qeveria shqiptare, përfshin dhe kryeministrin, janë patriot. Unë nuk e kam vënë dyshim që Ferit Hoxha është patriot, nuk edhe në këtë rast nuk e vënë dyshim. Por Ferit Hoxha nuk duhet bëj path me djallin. Atë që ju thoni nuk e bëri as Hasani, as Spiropali. Nuk e bëri Igli Hasani dhe nuk e bëri as Spiropali. Madje nuk e bëri në disa aspekte edhe Ditmir Bushati më kuptoj. Nuk e bëri. Por për sa i takon në Igli Hasani dhe Spiropalin, them në raport me detin, jo në raport me Kosovën. Megjithëse edhe me Kosovën ata dy kanë qenë shumë dinjitos se sa Ferit Hoxha sa i përket raportit me Kosovën, pavarësisht trysnime që kanë parë nga politika e vazhdueshme pro-serbe e kryeministit që i ka drejtuar ata. Jam i sigurt që ata janë, edhe nëse kanë bërë ndonjë gabim, kanë bërë të detyruar dhe të imponuar nga kryeministi i Shqipërisë. Edhe vetë kanë bërë gabime, edhe unë mund bëj gabime, po të jem nesër në një funksion të tillë dhe nuk përjashtohet asnjë mundësi që secili prej nesh bëj gabime. Por e rëndësishme është mos bësh gabime të qëllimshme, gabime të cilat e di se janë gabime dhe sërishmi i praktikon ato gabime. Ky është problemi i madh. Dhe zoti Hoxha mendoj që duhet të shkëputet nga presioni, t'i bëj ballë presionit e Edi Ramës dhe të shndrojë piketave të cilat gjithmonë diplomacia shqiptare i ka patur në raport me Kosovën, por edhe në raport me detin sa i përket Greqisë. Me Greqinë nuk kemi probleme tjera, falë Zotit, ose janë sheshuar se janë pas zgjidhur pezull, por konflikte nuk kemi. Ka njerëz cilët thonë po kemi problemin e qamërisë. Unë mendoj që është një problem juridik tashmë dhe jo më një problem politik. Ai që mban pendigi luftës heqa. Pikërisht ky është problemi. Për këtë duhet luftoj çdo ministër i jashtëm dhe çdo qeveri shqiptare. Pastaj të tjerat duhen luftë nuk bëhet për të marrë territorin. Nuk bën dot as Shqipëria dhe sikur të jetë e fuqishme, nuk bën dot as Greqia, e cila është e fuqishme. Prandaj dhe nuk retorikat të cilat nxisin urrëti, armiqësi dhe luftë, për mua janë të dëmshme dhe të gabuara. Nuk është lufta ajo që zgjidh problemet. Përkundazi, ne me luftë mund të humbasim, sidomos me Greqinë.
Prandaj është e rëndësishme hap pas hapi të zgjidhen disa probleme të cilat ekzistojnë. Problemi që jam është problem juridik dhe duhet një presion i padiskutueshëm që ky problem juridik të shkojë në vendin e vet. Ndërsa problemi i detit është një problem që e hapi Edi Rama, e rihapi me dërgimin e marrëveshjes së detit të vitit 2008. Por ironia e fatit është që ai që ishte antar i komisionit atëherë, Ferit Hoxha, tani është ministri i jashtëm. Po dhe dëshiron të firmosë, siç e tha në konferencën për shtyp, të firmosë marrëveshjen me Greqinë që çështja të shkojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. Nuk e di. Domethënë, me durë të veta t'i japin Greqisë atë pjesë deti që ajo e pretendon. Jo 6 milje sa kishte marrëveshja më përpashme, po 12 milje, domethënë 2 fish më shumë. Pra ju e shoni të humbur nëse shkon betejë në Hag. Absolutisht është e humbur betejë në Hag, sepse Greqia ka shumë miq, madje ka edhe gjyqtar përfaqësues të Greqisë në këtë gjykatë, çka natyrisht po ka një afërmitet kolegësh. Mund të fusten lojë edhe shtetet e tjera si Turqinë, mos ishte precedent për të ardhmen kjo betejë, pra mund të Greqia këtë synim ka që të krijojë një precedent në lidhje me konfliktin që ka me Turqinë për ishuj. Se në fundit në Turqi Greqia ka shumë ishuj. Dhe një pjesë e madhe e tyre, në mos gjysmë, janë ishuj të cilët janë të kontestuar, domethënë. Ishuj asnjanës, do të thotë, territor asnjanës. Dhe to ishuj në territor asnjanës tani i pretendon Turqia, sepse ka mbaruar afati i marrëveshjes së Lozanës. Në vitin 1924, para 102 vitesh, ka qenë marrëveshja e Lozanës, e cila ka përcaktuar edhe kriteret dhe marrëdhëniet midis Greqisë dhe Turqisë. U bë dhe shkëmbimi popullsive, gjoja popullsisë turke, por në fakt popullsisë qame shqiptare me popullsinë ortodokse greke të Stambollit, të cilët erdhën në Greqi, u bë një lloj shkëmbimi popullsie dhe përfundimisht u vendos një lloj statu quo-je lidhur me pronësinë ose jo pronësinë e ishujve që janë në midis Greqisë dhe Turqisë. Tani ai traktat, përgjithësi traktatet kanë fuqi ligjore një shekull, 100 vjet, dhe tani është momenti kur ridiskutohet çështja. Dhe Turqia i synon këto ishuj të cilët janë. Mos harrojmë se marrëveshja e Lozanës është nënshkruar në kushte të favorshme për Greqinë dhe disfavorshme për Turqinë. Sot është e kundërta, ose të paktën janë në pozita të barabarta në kuptimin e. Dhe Turqia synon që të rikthejë një të drejtë saj të mohuar, siç është vendosur për Shqipërinë në vitin 1913 në kushte të pabarabarta, kur Shqipëria s'kishte asnjë zë. Domethënë kur për Shqipërinë vendosin të tjerët. Po mos ka në një zinxhir edhe në Ballkan pastaj kjo. Po, në shumë vendime të fuqive të mëdha të asaj kohe shumë vendime janë marrë në kushte të disbalancimit të aktorëve dhe faktorëve që janë atakuar nga këto vendime. Për shembull Shqipëria me Serbinë, me Greqinë, ose Turqia në raport me Greqinë, e kështu me radhë. Ka patur edhe raste tjera. Ashtu ka ndodhur pas luftës së parë botërore, po diçka edhe pas luftës së dytë botërore. Hungaria e sotme është një vend i cili e dini pse është nacionaliste, sepse janë shkruar shumë territore. Sidomos mbas luftës së parë botërore. Janë dhënë Slovakisë, janë dhënë Rumanisë, janë dhënë Serbisë, janë dhënë disa vendeve kufitare të saj. Dhe kështu që duke i marrë territore Hungarisë për shkak të humbjes së luftës së parë botërore, populli hungares sot është i homogenizuar dhe është një popull patriot, prandaj voton të djathtë. Prandaj voton partinë e patriotëve dhe jo partinë e globalizmit liberal ekstrem dhe pervers,
siç është partia në pushtet në Shqipëri. Ne kemi një parti as pak patriote, përkundrazi, një parti antipatriote. Kështu që ka ndodhur këto histori ka ndodhur që tani. Dhe përpiqet secili bën për të rikuperuar diçka. Pavarësia e Kosovës për ne ka bërë një rikuperim shumë të madh në vitin 1990. Kemi një problem të madh që është një rikthim do ta quaja, një ringjallje e kombit shqiptar. Por ne duhet ta harrojmë, jo ta shesim.